Hedhja e inerteve dhe mbeturinave përgjatë argjinaturës së lumit Kir përballë zonës së njohur si Kisha e Bardhajve vijon pa ndërprerje, duke marrë për masa alarmante. Në një segment prej të paktën 700 metrash argjinatura është pushtuar nga grumbu inertesh dhe mbetjesh të ndryshme, të cilat kanë deformuar shtratin e lumit me rreth 50 metra gjerësi. Kjo nuk është një problematikë e re, por më shumë se 30 vite, zona është shtyrë në një pikë skandaloze depozitimi ndotjesh dhe përkerson ndjeshëm nga dita në ditë. Për masat që ka marrë sot kjo ndotje përbën një kërcënim të drejtë për drejtë për mjedisin dhe sigurin, mbetjet e hedhura përfshin jo vetëm inerte, por dhe plastik dhe materiale të trajtuara me lëndë kimike. Kto përfundojnë në uret e lumit Kir se më pas transportohen drejt lumit Buna, duke përhapur ndotje në zonë dhe më gjërë dhe duke dëmtuar ekosistemin ujor. Deformimi i shtratit të lumit Kir dhe dëmtimi i argjinaturës struktura që mbron qytetin e Shkodrës nga vërshimet ujore rrisin ndjeshëm rrezikun e përmbytjeve. Përballë kësaj gjendje mëshëtësuese mbetet mungesa e reagimit institucional. Struktura përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, administratimi i shtreteve të lumeve dhe pushteti vendor vijojnë të heshtin përballë kësaj situate skandaloze. Kjo gjendje bie ndesh hapur me standardet mjedisore të kërkuara nga Bashkimi Evropian në një kohë kur Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të diskutimit të kapitujve të integrimit. Heshtja nuk mund të jetë më alternativë.